Pas protestës disa orëshe dhe bojkotit të punës, punonësit e ndërmarrjes së pastrim gjelbërimit u nisën për ta zhvendosur protestën e tyre përpara Bashkisë së Vlorës. Por sapo u nisën, ata u përballën në rrugë me kryebashkiaken Brunilda Mersini. Sot Antidoda u ka kaluar, si thot Fesari, në bankë. Okej? Pra, ajo të në orën 1. Tani e dëgjove të në orën 1 ka kaluar në bankë. Tani të bëj një pyetje unë shoqërore. Po kjo nuk është pritje këtu në rrugë, ala me në ndërmarrje të naftaros. Ne të pastrimit më një, ne të doni të vini në zyrë. Po, në ndërmarrje. Pas kërkesës së punonjësve për ta zhvilluar takimin në zyrë, kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini së bashku me punonjësit u nisën në drejtim të ndërmarrjes së pastrim gjelbërimit për të zhvilluar edhe mbledhjen. Takimi zgjati për më shumë se 40 minuta, ku janë diskutuar shqetësimet dhe kërkesat e punonjësve. Kryebashkiake e Vlorës Brunilda Mersini shpjegoi se pagesat e Antidodës për të gjithë punonjësit kalojnë në llogaritë bankare pas orës 13 të kësaj të mërkure, ndërsa sipas kryebashkiakes, kjo vonesë u shkaktua nga një problem në sistemin online të Ministrisë së Financave. Punëtorët ditën e djeshme vetëm kanë pasur një ankesë drejt zyrës së pagave, të ekonomistëve të pagave, sepse nuk ka kaluar një fond e cili quhet fondi i kompensimit që ata marrin në vlerë monetare të disa zërave të kompensimit. Dhe kuptohet që ekonomistët e pagave i ka dhënë sqarimin ditën e djeshme, duke sqaruar që Fesari ka pas probleme me sistemin që quhet sistemi aftëmisit, edhe ka qenë pengesë për kalimin e kësaj pagese drejt bankës. Sot sistemi ka kaluar, sipas informacionit që ka dhënë zyra e Fesarit, edhe punonësit brenda orës 1 do të jenë në bankat për të tërhequr pagesën. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës pranoi problematikat në koshat e mbeturinave, vjetërsinë e tyre dhe dëmtimet e rrotave, si dhe problemet e tjera me automjetet e pastrimit. Kryebashkiakja Mersini u ka dhënë të drejtë punonjësve të pastrimit edhe për ngarkesën që ata kanë patur. Edhe me ata të drejtë thonë që koshat e plerave janë të amortizuara, vendet rreth koshave i shkaktojnë pengesa sepse herë janë në rrugë, herë janë në zona të cilat nuk kanë infrastrukturë ku makinat teknologjike i kalon pengesë. Ju e dini që ndërmarrja ka pas probleme të mirëmbajtjes së makinave. Të gjitha këto janë shqetësime që unë personalisht i kam paraqitur pranë Këshillit Bashkiak për të mbrojtur vendimin që ndërmarrja duhet shkrirë. Edhe ju e kuptoni që ka qenë ngarkesa rreth 20 veta, kanë qenë territorin e Bashkisë Vlorës në territor dhe sipërfaqe shumë të madhe, dhe binte ngarkesa në 20 veta, të cilët punonin orë pa pushim. Kjo ka shkaktuar pa diskutim edhe zemratën e tyre. Në kuadrin e shkrirjes së dy ndërmarrjeve, ku ndërmarrja e pastrimit të gjelbërimit do të jetë 1, kuptohet që çdo rajon do të ketë një numër të lartë punonjësh. Pra, është gati 30-35 punonjës sot që neve flasim në një rajon, edhe kuptohet që rajoni do të menaxhohet nga mbikëqyrësit me 35 punëtor, jo siç ka qenë me 2 punëtor vetëm. Edhe rrugët shumë shpejt ne kemi bërë projektin dhe ju keni qenë prezent në Këshillin Bashkiak, që ne kemi pretenduar që me mbarimin e afatit të ujësjellësit, që zyrtarisht ata kanë njoftuar në maj mbarimin e projektit të tyre, projekti i cili menaxhohet kryesisht nga ndërmarrja e ujësjellës kanalizimeve, dhe ne do të fillojmë me asfaltimet e rrugëve, duke krijuar dhe ato spotet brenda një infrastrukture, sepse me të drejtë rrugët duke qenë të dëmtuara, tërheqja e gjithë kazanëve edhe makinave teknologjike ka vështirësitë e veta. Mersini theksoi se pritet që Vlora të ketë kontenier të rinj të mbeturinave, që do të vendosen në vijim dhe që aktualisht janë në ndërmarrjen e pastrim gjelbërimit. Kontentor të rinj. Ermal, po ta shikosh në fundin e kësaj ndërmarrje ka kontentor të rinj, por për shkak të infrastrukturës së rrugëve që ju e dini që është e dëmtuar, e ka bërë gjithë këtë vështirësinë e vendosjes dhe e zvendësimit të tyre. Mersini flet edhe për faktin nëse do të jetë efikase reforma e bashkimit të ndërmarrjes së pastrimit me gjelbërimin. Sipas kryetares së bashkisë, Vlora duhet të pastrohet 24 orë. Në gjithë analizën që kemi bërë, se kur merret një vendim, ka një analizë dhe quhet analiza e riskut, pra ne duhet të shikojmë rritja e burimeve zore në numër, ndryshimi komplet i infrastrukturës, ndryshimi i menaxhimit, kontrata shtesë që ka Agjencia e Mjedisit në sezonin turistik, janë të gjitha masat e marrë për të lehtësuar punonjësit. Punonjësit nuk mund të punojnë vetëm orët e natës, sepse ju e dini, keni qenë në këtë qytet që ata pretendojnë që ne duam të punojnë vetëm natën, po ju e dini që 20 veta duke qenë në dimër, në temperaturë -3, -4, +4, do më thënë në temperaturat të cilat e krijojnë vështirësinë, burimet njerëzore shpesh nuk e menaxhojnë dot orarin e punës dhe ti kontrollosh që ata punojnë 8 orë pune. Dhe kjo ka qenë arsyeja që ne kemi menduar qyteti duhet pastruar 24 orë nëpërmjet turneve, duke dhënë
edhe aksesin e ditës së pushimit. Ata nuk kanë pas ditë pushimi. Ata kanë punuar në orë shtesë të cilat e kanë edhe lodhur. Pra numri i lartë u jep të drejtën e ditës pushimit, po edhe orët e natës të jenë të ekuilibruara midis punojësve. Të gjitha këto kanë qenë arsye që ne në Këshill Bashkiak kemi dalë në përfundimin që ndërmarrja duhet funksionojë një e vetme. Dhe këtu gjej rastin prapë për ta them që në analizën e riskut ne kemi thënë që nëse në një sektor, pra sektori i gjelbërimit, do të vinin 4 punonjës për të bërë një proces të punës, le të themi krahasitjen, vinin edhe një makinë, pra me gjithë shoferin dhe një punëtor tjetër, pastaj vinin 4 punëtor të pastrimit të cilët duhet të mblidhin produktet e pjesës që bënte gjelbërimi. Pra proceset e punës ndaheshin, 2 fishi i numrit të punonjësve, pastaj dhe 2 fishi i shpenzimeve. Të gjitha këto në analizën e riskut kanë dalë në këtë përfundim. Sot ne ndeshemi me vështirësinë sepse me të drejtë ata kanë 1 muaj, asnjë muaj që kjo ndërmarrje ja shkrit dhe do të kishin vështirësitë e tyre edhe në adaptimin, por ajo që unë shikoj më problem dhe ne po përgatisim vendimin për Këshillin Bashkiak janë orët të cilët qyteti duhet këtë aktivitetin.